Përveç marrjes së shtetësisë, ka shumë raste Bubulin që edhe mund të humbet shtetësia. Në cilat raste ndodh kjo? Ligji përveç që fitimit të shtetësisë e parashet dhe humbjen e shtetësisë. Është me lirim nga shtetësia dhe është me privim. Lirimi nënkupton kur personi i cili do të thotë si që e cekëm edhe ma herët vetë faktin që është dashur për me hik dorë nga shtetësia e Republikës së Kosovës, ai e paraqet kërkesën e tij fillimisht për me u liru prej shtetësisë së Republikës së Kosovës nëse ka interes të veçantë juridik për me marrë shtetësinë e ndonjë shteti tjetër, siç ka qenë në rasti konkret edhe me Gjermaninë. Mirë po me privim nënkupton kur një person i cili posedon një shtetësi tjetër dhe ka aplikuar për shtetësinë e Republikës së Kosovës, shteti me ato mekanizmat e vet ligjore e heton që ai person është i rrezikshëm për Republikën e Kosovës dhe e dëmton rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës, automatikisht do të thotë ja privon çështjen e shtetësisë. E merr një vendim për privimin e shtetësisë ndaj atij qytetari, e dërgon vendimin te qytetari, sepse ligjërisht duhet për me ja dërgu vendimin për mu informu ai se po privohet nga shtetësia. Mirë po në qoftë se nuk gjendet adresa ose personi për me ja dërgu organi kompetent vendimin për privimin e shtetësisë, atëherë me shpalljen e këtij vendimi në gazetën zyrtare nënkuptohet që personi nuk ka më shtetësi dhe ai vendim bëhet i plot fuqishëm. Po, ai mund të jetoj ai person në Kosovë apo i ndalohet edhe i ndalohet e drejta për arsye se konsiderohet që është i rrezikshëm për shembull për territorin e Republikës së Kosovës ose në rastet për shembull kur shteti mendon që është bashkëpunuar me ndonjë organizatë terroriste, e dëmton rendin kushtetues juridik ose ka dhe shumë